Atmosfera festive ka pushtuar qytetin e Korçës me çeljen e edicionit të dytë të festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Lulu Fest. Në këtë aktivitet marrin pjesë banda muzikore nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të Europës, të cilat do të interpretojnë një repertor të larmishëm në sheshet dhe rrugët kryesore të qytetit. Parada e bandave shënoi nisjen zyrtare të festivalit, i cili u pasua me një koncert në zonën këmbësore, duke sjellë një atmosferë të veçantë me tingujt e muzikës frymore dhe performancat artistike. Ndjesia është fantastike. Me thënë, Korça e meriton këtë gjë. Përveç faktit që Korça është qyteti i parë që kanë lindur orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Me thënë, gjithë zona juaj ka një merit shumë të madhe. Dhe shikoj kaq shumë orkestra të huaja frymore rrugëve të Korçës. Është një atmosferë fantastike. Përgëzime për gjithë qytetin sepse keni një mikpritje të jashtëzakonshme. Jeni të mrekullueshëm. Ju falenderojmë pafund për mikpritjen. Banda jon ka rreth 200 vjet histori. Së fundmi jemi bashkuar me një bandë tjetër në provincën e Kazertës. Ne vim nga një rajon në Itali dhe së bashku marrim pjesë në festivale të ndryshme. Ne jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu dhe ndajmë me ju këtë përvojë të mrekullueshme. Unë kam qenë edhe më parë këtu në Shqipëri, para 4 vitesh, dhe bashkëpunoj me maestron prej shumë vitesh. Tani kemi ardhur së bashku me maestro Bokuçin. Jemi dy banda muzikore, siç u përmend edhe më parë. Ka qenë një përvojë vërtet e jashtëzakonshme. Mikpritja ka qenë fantastike. Festivali ndërkombëtar i bandave frymore është tashmë një nga aktivitetet më tërheqëse të sezonit veror në Korçë, duke promovuar shkëmbimin kulturor dhe duke pasuruar jetën artistike të qytetit. Festivali ndërkombëtar i bandave ka filluar vitin që kaloi si një eksperiment i cili funksionoi dhe tashmë do të kthehet në një traditë. Takohemi në edicionin e dytë të Festivalit ndërkombëtar të bandave, i cili edhe këtë vit do të ketë trupa të ftuara, siç është Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Italia, është banda e forcave të armatosura, qyteti i Korçës sigurisht nuk mund të mungojë. Them me plot gojë që ky është festivali i vetëm në Shqipëri, festivali i bandave, sigurisht që shërben jo vetëm për si thua për festivalet e verës që ne kemi për turizmin, por është dhe një festival i cili shërben sidomos instrumentave të frymës, cilat janë drejtçdukjes në Korçë, por dhe në gjithë Shqipërinë. Kështu që ky festival do të shërbejë për të nxitur dhe të rinjt për të marrë sa më shumë me këto instrumenta dhe pse jo të mos ketë vetëm në Korçë, por të ketë në gjithë Shqipërinë festivale të tilla. I frymëzuar nga trashëgimia e bandave legjendare korçare Batra dhe Iliria, ky festival është më shumë se muzikë, është histori, traditë dhe identiteti artistik i qytetit të Korçës.